Bregdeti i Jugut të kthye në aren spektakli ajror ku Fiona Roshiti dhe Jonathan Islami realizuan një fluturim ekstrem me parashut të shoqëruar me akrobaci që tërhoqën vëmendjen e pushuesve si dhe vizitorëve në himar. Prej muajsh përgatitje intensive, dyshja arriti të finalizojë një performancë të rrallë për Shqipërinë, duke e kthyer himarën në një pikë referimi për sportet ekstreme, si dhe aventurën ajrore. Shfaqja u konceptua posaçërisht për çeljen e sezonit turistik veror në himar, duke sjellë energji, adrenalin dhe një tjetër dimension promovimi për zonën bregdetare. Normalisht ne kemi bërë një punë shumë të madhe tek palestra e alpinizmit ku unë stërvitem negocize për sfidat në largësi. Ti do të them që më janë dashur shumë kohë, po normalisht kjo është hera e dytë që performoj poshtë parashutës. E vështirë patjetër që po kam njerëz të dur krah vetës, edhe e rrezikshme, po për mua jo. Edhe pjesa tjetër është që sa herë ta bëj, aq herë më shumë do ndjej edhe pak atë ndjesin e frikës, po edhe pjesën e adrenalinës që mua më çmend fare. Patjetër që kjo performancë synon në një rekord që është rekordi Guinness, ku poshtë parashutës unë do bëj bajkën nga dhëmbët. Po, shumë e lumtur pas këtij suksesi. Normalisht unë kam thënë që 6 vajza janë në të gjithë botën që realizojnë performanca të tilla dhe tani është shtuar edhe një shqiptare. Është një emocion shumë i madh, është një proces, është një rrugtim i gjatë që ka nisur kohë më parë me Fionën dhe vetëm këtë periudhë ka arritur të finalizohet me disa prova kohë të fundit. Dhe një nga provat më të bukura dhe që ne me vërtet mezi po e prisnim ishte padyshim himara dhe ky fluturim që bëm për hapjen e sezonit turistik. Kishim kohë që e mendonin që bënin provat tona si në terrena të tjera, si në terrena të mbyllura dhe të hapura, gjithashtu dhe në himar, për të sjellë këtë performancë kaq të bukur dhe edhe pse është e rrezikshme për të sjellë kaq sigurt nga profesionistë nga unë dhe nga Fiona në këtë rast, por Fiona është ajo që ka dhe të keshën më të madhe të performancës, duke kryer atë spektakël siç bëri dhe sot mbi plazhin e Himarës. Personalisht është një emocion të kthehem në Himar dhe ju uroj kështu kësaj bashkie kaq bukur, në natyrë kaq bukur, një sezon turistik të mbushur plot me turistë dhe sa më shëndarë. Me këtë performancë ekstreme, Fiona Roshiti bëhet vajza e parë shqiptare që realizon dhe vajza e 7 në botë.